Kryeministri Rama nisë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ftesë të presidentit Trump do të marrë pjesë në themelimin zyrtar të bordit të paqes. Kryetari i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian viziton Tiranën dhe deklaron çështja Balluku test kritik për luftën kundër korrupsionit. Mbahet në Tiranë ministeriale për korridorin e 8, projekti infrastrukturor që lidh detin Adriatik me detin e Zi konsiderohet me rëndësi strategjike për rajonin. Ministri i Bujqësisë sqaron skemën e mbështetjes për fermerët, financohen të rinj që investojnë në fshat, 7 laboratorë të rinj për sigurinë ushqimore. Mirdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Shqipëria merr pjesë si shtet themelues në bordin e paqes, një iniciativë globale e presidentit amerikan Donald Trump. Kryeministri Rama është nisur drejt Shteteve të Bashkuara, ku do të marrë pjesë në ceremoninë zyrtare që zhvillohet në Washington. Bordi i paqes synon të punojë për shuarjen e konfliktit në Gaza, si dhe për të dhënë fund konflikteve të mëdha në botë. Kryeministri Edi Rama është nisur për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të marrë pjesë në themelimin zyrtar të bordit të paqes. Përgjigjen pozitive të ftesës së Donald Trump, kreu i qeverisë bëri me dije pak ditë më parë, ku shpreh se Shqipëria nuk do të kontribuojë me para për të qëndruar si anëtare e përhershme, por kontribuon me dinjitetin dhe me atë që ka bërë të respektohet ndërkombëtarisht dhe të ftohet deri në këtë nivel kaq të lartë të diskutimit mbi të ardhmen e paqes. E pyetur nga mediat, ministri e jashtme Elisa Spiropali shpjegoi se pjesëmarrja e vendit tonë në bordin e paqes lidhet me dhënien e kontributit në rrugën drejt zgjidhjes së konflikteve. Shqipëria nuk ka asnjë detyrim në këtë fazë, po sigurisht ka përgjegjësinë për t'u përfshirë jo vetëm në aktivitetet e bordit paqes, bordit Gazës apo forcës të stabilizimit ku ne kemi rënë dakord që të përfshihemi, po dhe Shqipëria ka se ç'i ofron bordit paqes, duke qenë një vend i cili ka dalë nga diktatura totalitare dhe ka rindërtuar demokracinë, shoqërinë. Bordi i paqes i iniciuar nga presidenti i SBA-ve Donald Trump synon forcimin e paqes në lindjen e mesme dhe njëkohësisht të ndërmarrjes së një qasjeje të re për zgjidhjen e konflikteve globale. Deri më tani nismës së presidentit amerikan janë bashkuar një pjesë e madhe e vendeve nga Europa dhe kontinente të tjera. Kryetari i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, David McAllister, tha sot se çështja Balluku është një test kritik për luftën kundër korrupsionit. Ai dënoi aktet e dhunës në protestat e opozitës, duke bërë thirrje për dialog politik. McAllister kërkoi gjithashtu që reforma zgjedhore të adresojë të gjitha rekomandimet e ODIHR. Çështja e zëvendës kryeministres Belinda Balluku po vën në testim Shqipërinë sa i përket luftës kundër korrupsionit. Këtë qendrim mbajti kryetari i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian David McAllister, i cili theksoi se në këto momente Parlamenti nuk mund të mbajë një qendrim konkret. Unë nuk jam në pozicion për të komentuar, por kjo nuk është thjesht një çështje ligjore, por edhe përgjegjësi politike që duhet të zgjidhet nga qeveria shqiptare. Siç e thash, nuk jam në pozicion për të komentuar një çështje specifike, por mund të them se çështja e zëvendës kryeministres Belinda Balluku është një test kritik në punën e Shqipërisë dhe luftës kundër korrupsionit. Sa i përket nismës së qeverisë për ndryshime ligjore që frenojnë pezullimin e ministrave, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato u shpreh se Brukseli po ndjek me vëmendje hapat e ndërmarrë. Ne ndjekim me vëmendje çdo rrugë që merret sa i përket sundimit të ligjit, jo vetëm sepse jemi të merakosur për përputhjen me legjislacionin evropian, por edhe sa i përket reformës në drejtësi. McAllister komentoi dhe polarizimin politik në vend, ndërsa kritikoi protestat e opozitës. Jemi të shqetësuar për polarizimin politik në Shqipëri dhe bëjmë thirrje për dialog. Duam që kuvendit të përfshijë opozitën dhe që vetë opozita të jetë më e përfshirë në punën e kuvendit. Protestat e dhunshme nuk janë zgjidhje dhe nuk kanë vend në një demokraci funksionale. Ai kërkoi gjithashtu një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse. Dëshirojmë të shikojmë një reformë reale zgjedhore dhe që të jetë gjithëpërfshirëse, me një përfshirje të opozitës si dhe adresimin e plotë të rekomandimeve të ODIHR. Më herët kryetari i Komisionit të Jashtëm të PE zhvilloi edhe një sër takimesh me deputet, si nga mazhoranca ashtu dhe nga opozita.
Sali Berisha i quajti propozimet e mazhorancës për ndërhyrje në kodin e procedurës penale shkelje flagrante të kushtetutës. Lideri i opozitës Tase Rama po bën ligje për të mbrojtur ministrat me qëllim që ata të vazhdojnë plaçshkitjen e shqiptarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi kryeministrin Edi Rama për ndryshimet në kodin e procedurës penale, që ndalojnë pezullimin e presidentit, kryeministrit, zvendës kryeministrit e ministrave, si dhe disa funksioneve të tjera kushtetuese. Edi Rama po sillet si lop e çmendur. Berisha gjatë mbledhjes së grupit parlamentar justifikoi përdorimin e këtyre fjalëve me pretendimin se ndryshimet ligjore që mbajnë firmën e kryeministit Edi Rama shkelin kushtetutën e vendit. Kryetari i PD solli në vëmendje se në 128.3 kushtetutës parashikon rastet kur antari i gjykatës kushtetuese pezullohet nga detyra, duke shpjeguar se Edi Rama kërkon të ndalojë me ligj pezullimin e antarëve të gjykatës kushtetuese kur vetë ligji themeltar i shtetit e lejon. Po duhet të jesh lop e çmendur. Të mos lexosh kushtetutën e cila në mënyrë taksative përcakton se gjykatësi kushtetues pezullohet. Berisha akuzoi ndërkaq kryeministrin Edi Rama se po dëmton interesat e vendit dhe procesin e integrimit. Po detyron partnerët tanë që të mbyllin çdo ndihmë ndaj Shqipërisë, integrimin ndaj Shqipërisë, sepse si ky nuk ka absolutisht asnjë kryeministër në vendet që pretendojnë për të ecë drejt Bashkimit Evropian që të mund të imagjinojë të marrë masa të tilla. Ndërkaq sot kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha takoi në seli antarin e Komitetit Jashtëm të Parlamentit Evropian Mikael Galler, i cili përket CDU-s gjermane. Berisha i përsolli atij shqetësimet e opozitës për çështjen e ndryshimeve në kodin e procedurës penale, zvarritjen e kërkesës së SPAK-ut për imunitetin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Berisha gjatë takimit ngriti gjithashtu shqetësimin për standardet e procesit zgjedhor të 11 majit. Ministeriali për korridorin e 8 mblodhi në Tiranë udhëheqës nga 5 vende që janë pjesë e këtij projekti. Ministre e Jashtme Spiropali vuri në duke rëndësinë e lidhjes së detit Adriatik me detin e Zi përmes një infrastrukture komplekse. Investimi konsiderohet me rëndësi strategjike për zhvillimin ekonomik e po ashtu edhe për forcimin e sigurisë. Tirana u kthye në kryeqytetin e diskutimeve të iniciativës infrastrukturore të korridorit të 8, që ndërlidh detin e Adriatik me detin e Zi. Ministrat e jashtëm të vendeve që janë pjesë e projektit u pritën nga kryediplomatja shqiptare Elisa Spiropali, e cila shpjegoi dhe përfitimet e këtij projekti me rëndësi. Rrugët, hekurudhat, portet dhe lidhjet energjetike janë asete strategjike. Korridori 8 është i vetmi aks i vërtet lindje perëndim në Europën juglindore. Ai lidh Adriatikun me detin e Zi përmes vendeve tona, të gjitha anëtare të NATO-s. Kjo jep këtij korridori një dimension të dytë shumë praktik. Ai nuk është vetëm një projekt ekonomik dhe integrues, ai është edhe një korridor ndër veprëshmërie. Si përfaqësuesi i Italisë, kryediplomati Antonio Tajani e cilësoi Shqipërinë tashmë një vend evropian, ndërsa shtoi se korridori 8 është pjesë e strategjisë për bashkimin e Ballkanit me Unionin. Jam dakord me ju se dhe për Italinë, korridori 8 nuk është vetëm zgjedhje teknike, është zgjedhje politike, se kjo është pjesë e strategjisë tonë për bashkimin e Ballkanit. Është përparësi strategjike për qeverinë italiane. Do të bëjmë maksimumin t'ju ndihmojmë që të bëheni pjesë e BE-s dhe jam i qartë për Ballkanin perëndimor. Ministra zyrtar të vendeve të tjera pjesëmarrëse si Maqedonia e Veriut, Bullgaria dhe Rumania theksuan se kjo iniciativë lehtëson bashkëpunimin mes vendeve. Këto rezultate duhet i ndjejnë vetë vendet dhe vetë qytetarët, distanca më të shkurtra, më të shpejta dhe zbatimi i standardeve evropiane. Korridori 8 mund të shndrohet jo vetëm në një aks ndërlidhje transporti, por edhe energjetike dhe të rezistencës. Në këtë kontekst, korridori 8 duhet vlerësohet në aspektin e rëndësisë së vet politiko-strategjike të ndikimit rajonal ekonomik, si dhe domethënien e tij strategjike të mbrojtjes. Zyrtarët pjesëmarrës pranuan gjatë sesionit të diskutimeve se ky projekt do të sjellë frytet e tij gjatë viteve në vijim. Më shumë para do të jepen nga qeveria për të rinj që zgjedhin të investojnë në sektorin e bujqësisë, këtë e bëri të ditur ministri i bujqësisë Andi Salla, i cili theksoi gjithashtu se fokusi do të vendoset edhe te rritja e sigurisë ushqimore me ndërtimin e 7 laboratorëve. Për shkak të braktisjes së bujqësisë nga të rinjt, grup mosha 18 deri në 35 vjeç do të mbështetet me para direkte nga qeveria për të investuar në blegtori,
Kjo mas do të jetë pjesë e skemës kombëtare të mbështetjes për fermerët dhe do të shpallet në ditët në vijim. Kemi diskutuar për të vendosur për të rinj dhe të rejat nga 18 vjeç deri në 35 vjeç mundësinë që ne të japim nga 7 deri në 10.000 euro, po shikojmë me financat për të diskutuar mbështetjen financiare për të përllogaritur çdo të rinj dhe të re që hap një biznes kryesisht në blek të ri, të jetë pjesë e mbështetjes tonë. Pas rasteve të një pasnjëshme të pasigurisë ushqimore në vend, së shpejti do të nisë ndërtimi i 7 laboratorëve që do të garantojnë më shumë kontrolle për produktet që futen në tregun vendas. Ne jemi duke ndërtuar edhe 7 laborator në gjithë territorin e Shqipërisë që të mbulojmë të gjithë sektorin e sigurisë ushqimore për të vazhduar ne edhe me ndërtimin e 5 pikeve të kufitare për eksportet e importet në mënyrë që ne të kemi një siguri akoma më të madhe kombëtare. Do të lidhen kontrata me agronomin çdo fermer që do të ketë një fermë apo një biznes të tyre, në mënyrë që ne të kemi një gjumshmëri ndaj sigurisë ushqimore që nga bima dhe deri në tavolinë të sektorit. Brenda këtij viti pritet të zhbllokohen edhe fondet e IPAR 3 pas bllokimit që u bë në gusht të 2023-shit, sepse zyra evropiane kundër mashtrimit konstatoi keqpërdorime me fondet e programit IPAR 2. Ne jemi gati në gjithë proceset që kemi përmbyllur në detyrën tonë që kemi për të vazhduar, ku unë në datën 9 jam edhe në Bruxelles për bashkë me ekipin për të vazhduar në hapa të mëtejshëm në mënyrë që ne brenda 6 mujorit të parë të vazhdojmë me çeljen dhe hapjen këtij sektori kaq të rëndësishëm, ku është mbi 112 milion euro nga Bashkimi Evropian dhe pjesa tjetër që 47 që mbetet, pra që është në total është mbështetur nga qeveria shqiptare. Gjatë konferencës me gazetarët, Ministri i Bujqësisë njoftoi edhe se mbështetja për bletarin do të dyfishohet dhe do të jepen para për çdo kilogram mjalt. Për familjet e përmbytura që presin kompensim, ministri shtoi se shumë shpejt do të nisë dëmshpërblimi i tyre dhe se po ashtu po punohet për sigurimin e fermerëve. Edhe pse i pati shpresat e gjykata kushtetuese, kjo e fundit ka fundosur Erben Frokun, duke lënë në fuqi dënimin me burgim të përjetshëm në lidhje me vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj. Ngjarja e ndodhur në vitin 2013, kujtojmë se gjykata europiane për të drejtat e njerëzit kishte vendosur që të rihapej dosja Erben Frokut pasi vlerësoi që procesi ndaj tij ka pasur shkelje të drejtave të njerëzit dhe duhet të rigjykohet nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Në këto kushte kushtetuese shurtoi pretendimet e Frokut për të vendimit të apelit dhe gjykatës së lartë që e kishin dënuar me burgim të përjetshëm. Përfundimisht u vendos rrëzimi kërkesave dhe u la në fuqi vendimet, duke konfirmuar dënimin me burgim të përjetshëm. Erben Froku fillimisht u shpalli pafajshëm nga shkalla e parë e gjykatës për krime të rënda, por më pas apeli e dënoi. Pasi u arratis, ai u arrestua në vitin 2015 në Holland, me në të cilin vijon të vuajë dënimin me burgim të përjetshëm të dhënë nga drejtësia shqiptare. Policia dhe banorët janë përplasur sërish në rrjoll të Velipojës pas protestës 6 persona që nuk lejuan fillimin e puneve për resortin turistik u shoqëruan në komisariat. Ndryshe nga protestat e ditëve më parë, këtë të mërkur, banorët e rrjollit në Velipoj bën prit që herët në mëngjes punonjësve dhe makinerive të kompanisë që do të ndërtojë resortin turistik. Efektivët e policisë kanë bëritur menjëherë në zonën e rrjollit në orën 8:30 të mëngjesit, duke bërë të mundur spostimin e banorëve dhe hapjen e rrugës për makinerit. Gjatë rezistencës, policia ka shoqëruar në komisariat edhe 6 persona, mes tyre edhe një grua, Luciana Kokaj, e cila në çdo protest ka ngritur zërin për të drejtat e banorëve. Ata kundërshtojnë ndërtimin e një resorti duke cilësuar grabitje të pronës së tyre të trashëguar nga të parët. Banorët bëjnë të qartë se nuk do të tërhiqen nga mbrojtja e tokës, ndërsa janë drejtuar me thirrje dhe kryeministrit Edi Rama, si dhe gjykatave për një zgjidhje të drejtë. Kryetari i komunitetit musliman Bujar Spahiu ka uruar të gjithë besimtarët me nisjen e muajit të Ramazanit. Ai shpreu bindjen se agjërimi i këtij muaji do të sjellë më shumë paqe, shpresë dhe forcë shpirtërore për të gjithë shqiptarët. Të nderuar besimtar, motra dhe vëllezër musliman. Nesër ne nisim agjërimin e muajit të shenjtë Ramazanit. Kam kënaqësinë t'ju drejtohem me urimet më të përzemërta
duke lutur Zotin e madhruar që ky muaj i bekuar të sjellë paqe, begati dhe mirësi për secilin prej jush, për familjet tuaja dhe për mbarë shoqërinë tonë. Ramazani është një nga dhuntit më të mëdha shpirtërore që Allahu i madhruar i ka dhënë njerëzimit. Ai është muaji i agjerimit, i Kuranit, i mëshirës dhe i faljes. Agjerimi është një akt adhurimi që na mëson disiplinën, vetkontrollin dhe ndjeshmërinë ndaj tjetrit. I dërguari i Allahut Pas seancave disa ditore në Hag, u dëgjuan argumentet e mbrojtjes, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi mbajti fjalën e fundit duke u deklaruar i pafajshëm. Ai hodhi poshtë të gjitha pretendimet e prokurorisë dhe tha se i vetmi që bëri masakra ishte Slobodan Miloševići. Edhe ish-krerët e tjerë të UÇK-s nuk i pranuan akuzat e dhomave speciale. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbajtur fjalën e tij përpara gjykatës në Hag. Ai ka përsëritur para trupit gjykues se është plotësisht i pafajshëm. Të nderuar gjyqtar, për gati 3 vite në këtë sallë gjyqi, ju i keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju i keni parë faktet, ju i keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtet që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Thaçi shtoi si njëri që po bënte plane për genocid në Kosovë ishte Slobodan Miloševići. Shpresa e jone vetme për shpëtim ishte bota demokratike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Miloševići e kishte filluar luftën e Kosovë, ndërsa ne kosovarët vetëm mbroheshim. Kjo prokurori me thuri shumë lavde, e më ndau shumë tituj e grada. Por e vërtet është krejt tjetër. Unë ju bashkova rezistencës në Kosovë. Arsyeja ishte Slobodan Miloševići dhe askush më bukur nuk e ka thënë se sa sekretari i shtetit Mehmet Odbrajt. Miloševići me sjelljet e tij ndaj popullit e Kosovës është rekrutuesi më i madh i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja nuk ishte shteti, nuk ishte ushtri e një shteti. Ai ishte organizim popullor që po mbrojë nga një shtet agresor. Thaçi theksoi se i vetmi pushtet që kishte ishte zëri i tij. Unë përdora zërin tim për të promovuar një shoqëri shumë etnike, tolerante në vendin tim në Kosovë. Unë u bëra thirrje serbëve lokal që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të ndërtojnë një jetë të re së bashku me ne. Edhe ata, pra serbët dhe komunitetet tjera, sikurse edhe ne, ishin viktima të Miloševićit. Nuk ishte dhe s'pak e lehtë të bëje këtë, pas tër asaj që kishte ndodhur, por ishte gjëja më e drejtë dhe më e duhur që mund të bëja. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e cilësoi procesin si një ofendim për kujtimin e viktimave dhe përpjekjet e aleatëve ndërkombëtar për fshirë NATO-n, me të cilët sipas tij ka pasur bashkëpunim të ngurtë gjatë luftës. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.